Jemi rikthyer, do të flasim tani për kamerat inteligjente, të cilat janë vendosur, janë përgati, po pritet në shtator të hyjnë në fuqi, në 20 shkolla të Tiranës që sinjalizojnë kohë reale për incidentet që mund të ndodhin. Për të folur për këtë në mënyrë më detajuar, unë kam zëvendës ministren e arsimit, zonjën Oriana Osmani. Zonja Osmani, përshëndetje dhe faleminderit. Tani në fuqi hyn në shtator, kur jo se hyn në fuqi, por nis edhe viti shkollor. Cilat shkolla, 20 shkolla u tha dje në Tiranë, që bëhet fjalë për Tiranë dhe Kamzët, cilat konkretisht dhe si janë përzgjedhur këto nga shkalla e le të themi e rrezikshmërisë që mund të ketë ajo zona apo nga numri i lartë i nxënësve? Në fakt unë do ta nisja përgjigjen me pyetjen e dytë tuajën, arsyeja e përzgjedhjes së këtyre 20 shkollave. Në fakt këto shkolla janë përzgjedhur duke zbatuar të gjithë ligjshmërinë, po mbi të gjitha duke bashkëpunuar shumë fort me policinë e shtetit, në mënyrë për të kuptuar pak edhe ato çka ndodh apo incidencën që ka brenda shkollës. Dhe sigurisht shkolla me numër të lartë nxënësish, të cilët duket se mund të ketë problematik të shtuar. Më duhet të them që në të gjitha shkollat tona ka sisteme monitorimi, pra sistemi i kamerave ekziston, por këto kamera që do të montohen dhe në fakt ja tashmë janë të montuara në këtë shkolla, jemi shumë bindur që do të shtojnë akoma më shumë sigurinë e nxënësve, po sigurisht edhe të mësuesve brenda shkollës. Për të thënë emrat e 20 shkollave do të më duhet që ti shikoj, sepse janë 20 shkolla, është... Jo, për afërsisë, po them të lexosh gjithë, është shkolla e mesme profesionale e ndërtimit, shkolla mesme dhe nëntëvjeçare, po. Ka edhe shkolla profesionale, ka edhe shkolla të arsimit bazë dhe shkolla të arsimit të mesëm të lartë, dhe sigurisht janë 20 të përzgjedhura ku ne presim patjetër të kemi rezultate në montimin e këtyre kamerave inteligjente. Pra, kemi dhe gjimnazin Petronini Luarasi, gjimnazi Ibrahim Rugova, i cili besoj është në Kamës, gjimnazi Saboletini, Qemal Stafa, Partizani, Alex Buda, pra janë edhe gjimnaze, por edhe shkolla nëntëvjeçare. Pra, këto janë përzgjedhur, ky plan pilot për 20 shkollash, pra në bazë të kritereve të numrit të lartë të nxënësve. Numrit të nxënësve sigurisht edhe patjetër edhe zonave ku ato janë të vendosura. Aktualisht për shembull shkollat publike kanë implementuar ndonjë sistem monitorimi? Po, të gjitha shkollat aktualisht, po. Të gjitha shkollat që ne flasim kanë sistem monitorimi dhe kuptohet diku mund të jenë vetë amortizuara, ndaj dhe këto tani do bashkohen me këtë projekt. Do të bashkohen me këtë projekt, do të kenë kamera të cilat janë kamera inteligjente. Çështja është për të qenë të sigurt, e rëndësishme është të parandalojmë situatën dhe këto janë kamerat të cilat në kohë reale tregojnë situatën që mund të ndodhi në shkollë apo ndoshta edhe në mjediset rreth e qark shkollës. Në fakt edhe në pamjet që shikohen në qartazi tregohet edhe qendra ku do të shfaqen pamjet. Patjetër brenda shkollës do të ketë një mjedis të dedikuar. Pra, do të ketë dhe aty, se sinjali nis nga aty që të shkojnë në qendër. Besoj, jo e dini që ne në shkollat tona kemi oficer sigurie. Do të vazhdojnë të jenë. Patjetër, në shkollat tona me numër të lartë nxënësish ne kemi 2 oficer sigurie dhe sigurisht ata do të kenë akses të menjëhershëm në parjen e këtyre pamjeve. Pra, aksesi i parë do jenë nga datë sigurisë dhe jo nga drejtori i shkollës, për shembull. Është e shkruar që oficeri i sigurisë duhet të ketë akses të plot në pamjen dhe në monitorimin e kamerave, por ndërkohë edhe drejtori i shkollës patjetër bën monitorim për ta patur të gjithë situatën në dorë. Zonja Osmani, këta oficerët e sigurisë, këta janë thjesht roje që hapin dhe mbyllin derën apo janë të trajnuar? Jo, është pyetje, nuk e kam për oficerët e sigurisë, në fakt, më duhet të them që është një shërbim shumë i mirë që i ofrohet shkollave tona, janë të gjithë të trajnuar, jo vetëm nga sistemi ynë arsimor, por edhe nga Akademia e Rendit, që pas trajnimit të tyre ato i ofrohen shkollave tona dhe patjetër janë të trajnuar për të menaxhuar të gjitha rastet problematike që mund të ndodhin brenda shkollës. Oficerët e sigurisë aktualisht që flasin kanë një protokoll të ri të dedikuar për mënyrën se si duhet të punojnë në shkollë dhe janë patjetër së bashku me shërbimin psikosocial që kjo treshe duket se patjetër përmirëson cilësinë e asaj çfarë bëhet brenda shkollës. Për shembull, nëse një nxënës tenton të hyjë në ambientet e brendshme të një shkolle me armë apo me një objekt tjetër të paligjshëm, kamerat inteligjente identifikojnë dhe dërgojnë menjëherë alarmin në qendrën e komandës dhe kontrollit të Smart City dhe të strukturat vendore të policisë. Po si e identifikon? Do ketë një... është kamera... Për pos kamerës, do ketë aty të hyrja, do një pajisje që lidhet me kamerën? Janë kamerat ato të cilat bëjnë direkt detektimin e një mjeti... Nga dera aktuale që ka çdo shkollë? Nuk është i lejuar që të hyjë në shkollë.
Kamera do të ketë edhe në pjesën e jashtme, por do të ketë edhe në pjesën e brendshme të shkollës, që do të detektojnë të gjitha mjetet të cilat nuk janë të lejuara të hyjnë në institucionet tona arsimore. Tani, përafërsisht do jenë rreth 600 kamera dhe përafërsisht të thuhet se do rritet siguria për rreth 14.000 nxënës. Kjo pastaj, pas fillimit në shtator, do shtrihet dhe në shkolla tjera të Tiranës dhe më pas në rrethe? Shërbimi do të shtohet në të gjitha shkollat. Sigurisht çdo punë ka nevojë të pilotohet, të ketë rekomandimet e duhura, sugjerimet e duhura dhe pas kësaj do të ketë në të gjitha, pra kamerat inteligjente do të jenë në të gjitha shkollat. Është shumë e rëndësishme të theksohet se këto kamera do të jenë të instaluara në korridoret e shkollave dhe sigurisht në ato mjedise ku lejon ligji. Nuk do të ketë kamera në klasa, sepse ky është një shqetësim i ngritur nga këshillat e prindërve dhe më duhet i siguroj, do të kemi kamera në mjediset e shkollës aty ku lejohet, pra aty në korridoret e shkollës, në pjesën e jashtme ku monitorohet oborri i shkollës dhe sigurisht gjithmonë duke ruajtur të drejtat dhe privatësinë e nxënësit. Sepse vetëm oficeri ka drejt aty që të ketë, le të themi, të shohë çdo gjë që ndodh. Është shumë e rëndësishme të theksojmë që çdo prind me instalimin e këtyre kamerave dhe sigurisht ai ka të drejtën dhe ne do të jemi transparent se ku do të jenë këto pamje do të jenë në mjediset e shkollës dhe në mjedisin qendror të monitorimit dhe as kërkun tjetër, është një shërbim që ofrohet gjithmonë për rritjen e sigurisë së fëmijëve në shkollat tona. Isi, zonja Osmani, ajo që për shkakun se kjo është për herë të parë që implementohet, dhe urojmë se është një gjë e mirë, nuk është gjë e keqe, por ajo që është, le të themi, që mbetet një shqetësim për cili do është këto tani lidhen edhe me policinë që mund të jenë patrullat më të afërta, se mund të jepet sinjali, po varet se se mund të arrijë me vonesë për shkak. Në momentin kur kamera detekton... Se këtu është siguria, të shpejtësia. Pamjet shfaqen në kamerat brenda shkollës, pra aty ku monitorohet. Dhe shpërndahet online edhe... Sigurisht në rastin kur nuk kemi një vëmendje, marrim rastin që mund të ndodhë. Sigurisht sinjali shkon direkt në qendrën e monitorimit dhe qendra e monitorimit pastaj sigurisht ofron informacion të plot kundrejt çdo patrulle që mund të jetë afër. Tani shtrirja do të bëhet gradualisht në gjithë shkollat e vendit? Do të jetë graduale, me një planifikim kuptohet nga të gjitha strukturat. Ne kemi vendosur në Tiranë, ku kuptohet kemi dhe numrin më të lartë të nxënësve, edhe patjetër na duhet një shërbim i plot kundrejt çdo nxënësi, jo vetëm në fakt këtu, po në të gjithë Shqipërinë, dhe sigurisht pas këtij pilotimi do të kemi një shtrirje në të gjithë shkollat e Shqipërisë. Zonja Osmani, por në sistemin privat, ata kanë të gjithë kamera, por që duhet edhe ata tani t'i bashkohen se s'mund t'jenë pavarur. A është menduar apo duhet ndryshim legjislacioni? Ne në këtë moment jemi për shkollat publike, sigurisht edhe sistemi privat është i pajisur me kamera dhe ato e kanë në detyrimin e tyre të marrjes së licencës, por sigurisht që në një moment pasi shkollat publike të jenë pajisura me kamera inteligjente, patjetër që do të ketë edhe një vëmendje ndaj shkollave private. Tani, ky sistem do futet për shembull dhe në ato shkolla që mund të jenë me pak nxënës apo në periferi të qyteteve të largëta për shembull apo të një zone administrative. Në fillim që cila është arsyeja e përzgjedhjes së këtyre shkollave dhe ne jemi duke parë me shumë vëmendje se ku do të instalohen të gjitha kamerat në mënyrë që të kemi një shërbim të drejtë për çdo nxënës në Shqipëri. Patjetër që jemi duke e vlerësuar situatën, jemi duke e parë se në cilat shkolla, pra fillimisht kemi nisur në shkollat me numër të lartë nxënësish dhe aty ku amortizimi kishte patjetër një shkallë pak më të lartë se sa në vendet e tjera. Rast pas rasti jemi duke e vlerësuar për të ofruar këtë shërbim në të gjitha shkollat e Shqipërisë. Në të gjitha shkollat. Tani tek ky monitorimi, ky është vetëm për pjesën jashtë, nuk është për pjesën brenda për shembull. Sigurisht edhe për pjesën brenda në të gjitha korridoret e shkollës. Vetëm në korridore, po jo brenda në klasë për shembull. Vetëm në korridore. Edhe aktualisht që flasim, nuk ka asnjë kamerë në klasat ku bëhet mësim. Ne kemi kamera në korridoret, në pika që oficeri i sigurisë apo drejtori i shkollës ka nevojë të shikojë dhe të monitorojë të gjithë institucionin arsimor. Tani, rrezikshmëria më e lartë për të pasur më shumë siguri janë te gjimnazet apo jo? Pavarësisht se kemi pasur dhe raste sporadike edhe tek shkollat nëntëvjeçare. Është shumë e rëndësishme të theksohet që ka një ndryshim të moshave dhe
të fëmijëve se si ofrohen kundrejt rasteve të ndryshme. Absolutisht e rëndësishme është edukimi. Pra, ne punojmë shumë fort, mësuesit punojnë shumë fort për t'i edukuar që të shmangin çdo rast bulizmi dhe çdo rast përmes të gjitha mekanizmave që ndodhin në shkollë. Por është e rëndësishme që ky monitorim të jetë një vlerë e shtuar, po të jetë edhe një mundësi shumë e mirë, po të jetë edhe një teknikalitet që do ta lehtësoj punën e mësuesit, punën e oficerit të sigurisë për të shmangur çdo rast që mund të ndodhi brenda shkollës. Nuk mund të ndajmë, sigurisht adoleshenca është e vështirë, mosha 15 deri në 18 që është mosha që kryesisht i referohemi gjimnazeve, patjetër që ka problematika të shtuara dhe është shumë e rëndësishme që ky shërbim të vlerësohet prej të gjithëve si një shërbim për të shmangur çdo rast problematik që ndodh në shkollë. Po si do të matet suksesi këtij projekti pas zbatimit? Flas për pjesën tuaj, për pjesën e shkollave, sepse aty është është Ministria e Brendshme që është drejtoria e policisë, po unë flas vetëm për këtë pjesë. Nganjëherë ne jemi skeptik gjithmonë kur ndodhin projekte të tilla ose në rastet kur ndodhin problematika gjithmonë tentativa gjithmonë e publikut është nuk u bë mirë ose nganjëherë edhe tentativa është që t'i themi apo mos t'i themi këto raste. Suksesi është kur rastet parandalohen, suksesi është kur rastet edhe në momentin kur ato ndodhin të denoncohen dhe mendoj që suksesi i këtij projekti do të jetë sa më shumë raste të parandaluara. Nëse do të kemi raste të parandaluara, pa diskutim që do të ketë sukses projekti. E di pse e thashte se unë se kisha dëgjuar ndonjëherë, po ma tha nuk e di sa e vërtetë është, mund të ma konfirmosh që ne më shumë pas kemi roje natën që ruajnë shkollat bosh se sa ditën. S'kemi? Jo. Nuk ekziston, po kanë qenë deri para ca viteve kanë qenë. Deri përpara disa viteve, po. Merrnin rrogën edhe atje shkonte njëri. Po. Tani këtë nuk di të ta them, po ky është një shërbim që ofrohet në fakt nga Bashkia e qytetit, por prej disa vitesh shkolla për shkak të sistemit të monitorimit ata ruhen vetëm gjatë kohës kur ka proces mësimor dhe gjatë pjesës pasdite në rast se ka ndonjë aktivitet sigurisht ofrohet ky shërbim, por sistemi i monitorimit të kamerave që aktualisht ndodhet, patjetër duket se ka bërë të mundur që të mos ketë roje fizike gjatë natës në shkollë. Tani, po ju vetë, përveç se do të keni një qendër monitorimi në këto klasa, ju vetë si Ministria e Arsimit apo Drejtoria Arsimore do të ketë akses në këto pajisje? Ministria e Arsimit, kjo është i vendosur brenda shkollës, është në qendrën e monitorimit dhe besoj se këto të dyja, patjetër të dyja qendrat, pra qoftë kjo brenda shkollës dhe qoftë monitorimit që është qendrorja dhe kryesorja që do të bëjë dhe koordinimin, janë më se të mjaftueshme për të koordinuar të gjitha rastet që do të jenë problematike. Po ju duhet jeni për shembull djeni se do të informoni dhe publikun. Ne kemi mekanizmat njoftues, oficeri i sigurisht raporton në zyrën vendore të qytetit, më pas në drejtorinë rajonale dhe patjetër të gjitha drejtoritë rajonale hartojnë raporte të cilat janë të detyruar. Do ekzistojë ky monitorimi dhe pastaj kalon etapat. Unë theksova, ne kemi protokolle të reja, qoftë për oficerin e sigurisë, qoftë për shërbimin psikosocial, të cilët dinë fare mirë se çfarë duhet të bëjnë në momentin kur ndodhin edhe raste të tilla problematike që mund të ketë brenda shkollës. Pra, ju në këtë lloj mënyre ju si Ministria e Arsimit do ta monitoroni këtë proces. Patjetër. Urojmë të shkojë sa më mirë. Zonja Osmani, unë ju falenderoj shumë. Edhe unë ju falenderoj. Ishte kënaqësi, do të jemi dhe herë të tjera. Sot me sa kuptova se pash në Facebook ministren e para se ta mbyllim, ministren zonjën Kumbaro, kanë dalë edhe notat, dëftesat, sapo online, janë gjeneruar dëftesat përmes sistemin SMIP, ju urojmë suksese të gjithë nxënësve që kanë marrë rezultatet e tyre dhe në fakt sot zyrtarizohet edhe nisja tamam e pushimeve të tyre pasi kanë parë edhe rezultatet. Falenderit shumë, ju falenderoj. Ju falenderoj. Ishim me zëvendës ministren e Arsimit, zonjën Oriana Osmani, në këtë intervistë drejt për drejt.